sot pritet të jetë protesta e madhe e qytetarëve të cilët kërkojnë ndalimin e ndërtimeve në Zvënez dhe dorëheqjen e Ramës dhe kabinetit të tij qeveritar për të 12-ën ditë. Dita e sotme do të jetë dita e 12 e protestave të qytetarëve shqiptar, protesta e cila ka ardhur duke u zgjeruar në qytete të tjera të vendit edhe në vende ku ka diasporë. Sa kaq dita e djeshme pa numrin më të madh të qytetarëve të mbledhur ndonjëherë për protestë kundër qeverisë Rama. Marshimi i tyre vijoi për orë të tëra gjatë natës. Dita e 11 e protestës kundër investimeve të planifikuar në Zvënez në Vlorë u pranërua si protestë kombëtare nga grupi koordinues, e cila e lidhi me 10 qershorin, ditën e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Protestuesit u mblodhen fillimisht në sheshin Skënderbej, si çdo herë, me thirrje të zakonshme për dorëheqjen e kryeministit Edi Rama, largimin e Berishës nga drejtimi i opozitës, hetimin e pasurive të politikanëve kundër shitjes të pasurive kombëtare. Pas grumbullimit në shesh, protestuesit marshuan në bulevardin e Dëshmorët e Kombit për të rigrumbulluar përpara kryeministrisë. Qytetarët vijojnë me të njëjta thirrje për dorëheqjen e kryeministit dhe të tusit opozitës, si kundër dhe me pankarta që sjellin vëmendje në ruajtjen e natyrës dhe problematika të tjera të cilat kanë mbledhur së bashku. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, Shqipëria e re, nesër më shumë, parini, nuk ka Shqipëri të tjera u dëgjuar në korë nga protestuesit ndërsa ata marshuan në bulevard. Edhe sot pritet të jetë një përsëritje pak a shumë e së njëjtës skenë, por varet se sa do të jetë edhe numri i protestuesve në ditën e sotme.